shkelje flagrante të drejtave të njerëzit për shkak se ka përfunduar rasti i prokurorisë ndaj të akuzuarve. Po në fakt e kemi analizuar shumë mirë vendimin që të mos aprovohet kërkesa e mbrojtjes për lirimin e tyre, pra që të mbrohen nga liria, apo një mas tjetër më të butë se sa paraburgimi në Hagë. Arsyet paka shumë kanë betë njëjta, domethënë nuk është që ka ndryshuar shumë nga arsyetimet e mëparshme që i kanë dhënë dhomat e specializuara në kërkesat paraprake për të mbrojtur nga liria. Problemi është se në këtë rast, kjo ishte vendimi i parë pasi prokuroria i ka kryer dëshmitarët e vetë, respektivisht një dëshmitar nuk është paraqitur, mirë po ideja është që nuk mund të ndikojnë të pandehurit tek dëshmitarët në dhënien e dëshmisë së tyre. Mirë po, sepse tashma ata e kanë dhënë dëshminë dhe nuk do të thirren prapë që të japin dëshminë dhe nuk ka ndonjë mundësi që ata të ndryshojnë dëshmitë. Megjithatë, në vendimin që kemi pa, është përmend që pa marrë parasysh nëse dëshmitarët e kanë përfundu dëshminë e tyre, prap ata mund të jenë shënjestër, sidomos bëhet fjalë për dëshmitarët cilët janë mbrojtur, pra identiteti i tyre është i mbrojtur dhe ata nuk mund pra nuk njihet identiteti i tyre nga publiku i gjerë, mirë po në atë vendim shkruan se të pandehurit, pra e din identitetin e tyre sepse e kanë kuptuar sigurisht gjatë dhënies së dëshmisë dhe mund të ketë një lloj ndikimi tek ta, respektivisht friksimi apo intimidimi. Sigurisht kjo nuk do të ndikonte, në rand parë është pak e besueshme se do të ndodhte, po edhe nga ana tjetër procesi si i tillë nuk do të ndikojë në asnjë mënyrë. Po, a e ka hup? Po. Do të lidh para se të kalojmë të tema tjera, do të ndalemi edhe pak të ky vendim për cilën sapo folet zoti Bllakaj. Arsyetimi i radhës si prokurorisë për të mos liruar përkohësisht Veselin, Krasniqin dhe Selimin, natyrisht është edhe kjo që u adin identitetin dëshmitarëve të cilët i kanë mësuar gjatë këtij procesi, por edhe e kanë zbuluar një term të ri tashmë se po krijohet një klim tensioni të dëshmitarët që vetëse kanë dëshmuar gjatë procesit. Diçka e tillë nuk është përmendur asnjëherë në vendimet e tjera, përmendet vetëm tash që këta kanë kërkuar lirim të përkohshëm. A ka pasur raste, ankesa, paraprakisht ose diçka e tillë që vërtet mund të krijojë një klim e tillë, në ndërkohë që Veseli, Krasniqi dhe Selimi rrinë në shtëpitë e tyre të mbyllur pa telefona dhe pa çastje në publik? Po, keni drejt, kjo ishte elementi i ri që është fut në këtë vendim. Në fakt, kjo është jashtëzakonisht e vështirë që të verifikohet. Nuk e di nëse paneli që ka sjell vendimin ka ndonjë informacion shtesë apo jo, apo mund të jetë edhe subjektiv, pra ndoshta mund të ketë thënë ndonjë dëshmitar se ja unë tani po friksohem apo diçka e ngjashme, mirë po këtë ne... A mjafton kjo në një proces gjyqësor, një deklaratë? Mendoj që nuk do duhej të merrej parasysh kjo, tek e fundit gjykata ka për detyrë që të përkujdeset edhe për mirëqenien e dëshmitarëve, pra të gjej mënyra alternative që t'i mbrojë ata nga çdo sulm i mundshëm nëse do të kishte tillë, dhe jo që kjo të shërbejë si arsye për mos lirimin që të mbrohen në liri të pandehurit. Mirë po, si që thash edhe më herët, është jashtëzakonisht e vështirë që të dokumentohet që me të vërtet po ndodh diçka e tillë, që atmosfera dhe ambienti ku dëshmitarët janë është duke u vështirësuar për jetën dhe mirëqenien e tyre. Një deklarate e kryetarës së dhomave të specializuara, Ekaterina Trëndafilova, po qarkullon se gjatë ditës, para disa viteve ajo thotë se nuk ka shans që me procedurat e dhomave të specializuara një person i paraburgosur të rrinë në paraburgim më shumë se një vit. Mirë po, tha që 4 e madhe UÇK-s dhe e shtetit kanë shku atje me 5 nëntor të vitit 2020. Pse gjykata speciale po bie kaq në kundërshtim me rregullat dhe me deklaratat e saj?
Në fakt nuk është vetëm kjo deklaratë, janë edhe shumë deklarata dhe prononcime tjera, cilat realisht kanë ra tashmë në ujë, siç themi ne. Është jashtëzakonisht e vështirë të kuptohet se si po funksion kjo. Është pështjellë me një lloj misteri apo jo? Nuk isha thënë mister, po megjithatë ne nuk kemi informacionet mjaftueshme, nuk na jepen informacionet mjaftueshme dhe duhet veç me përmend që disa standardet, pra standardet në këtë proces, respektivisht në tërë gjykatën, janë shumë ndryshe se ato të Tribunalit Penal Ndërkombëtar për Jugosllavi dhe ne e dim se ka pas të pandehur të cilët janë liruar, që të mbrohen liri, pra kanë qenë disa standarde tjera. Kjo gjykat ka sjell një standard të ri, edhe sa i përket mbajtjes në paraburgim, gjithashtu edhe për zgjatjen e procesit, pa marrë parasysh se në Tribunalin e Hagës ka pas procese që kanë zgjatur më shumë, mirë po kjo është një kvalitet të ri të cilin po e sjell kjo gjykat. Në anën tjetër, gjatë vizitës së saj në Kosovë, Katerina Trëndafillova, pra prej 12 deri më 14 maj, gjatë vizitës në të cilën e anuloi natyrisht edhe paraqitjen para gazetarëve, ju ka vizituar juve dhe ka parë ekspozitën e luftës së fundit në Kosovë. Le të themi e lirshëm që Trëndafillova është njohur nga afër edhe me krimet serbe në Republikën e Kosovës. A mund ndani me ne pak nga përshtypjet e kësaj vizite? Po, ndoshta një ditë para ardhjes së saj në vizitën e radhës në Kosovë, pra herën e fundit kur ishte, kemi pranuar një kërkesë që presidentja e dhomave të specializuara dëshiron ta vizitoj qendrën e dokumentimit, respektivisht ekspozitën na ishte një herë që kur mos qoftë një ekspozit e cila i kushtohet fëmijëve, të cilët janë vrarë apo janë zhduk gjatë luftës dhe menjëherë pas luftës në Kosovë. Sigurisht që ne kemi planuar që ajo me stafin e vetë ta vizitoj ekspozitën. Ndoshta jam pak i befasuar, sepse me të vërtet i kushtoj kohë të mjaftueshme që të vizitoj ekspozitën, të lexoj çdo rrëfim për fëmijët, gjësendet të cilëve ne i kemi të ekspozuara në ekspozitë, me të vërtet të regoj edhe një empati ndaj gjithëve. Sigurisht nuk ndalë që ta komentojnë se... Këtë ekspozite kishte vizituar edhe Miroslav Lajçak, apo jo? Po, në fakt ekspozita është vizituar shpesh nga zyrtar të lartë, Bashkimit Evropian, vendeve tjera, ka qenë edhe David Cameron, i cili kur ishte herën e fundit në cilësinë e ministrit punëve të jashtme të Mbretërisë së Bashkuar, edhe ai e ka vizituar dhe gjithashtu në të njëjtën kohë është mbajtur më shumë se sa e ka pas rendin e ditës, agjendën duke lexuar çdo narracion që ne e kemi të ekspozuar në bibliotekë. Mendoj që është ndoshta një mënyrë e mirë ekspozita tilla që të paraqitet e kaluara, respektivisht lufta në Kosovë dhe pasojat e luftës në Kosovë, sidomos në njerëz. Ka edhe një temë tjetër, mirë po, na intereson dim, a la diçka të shkruar Trëndafillova kur e pa ekspozitën dhe gjithë ato të dhëna për fëmijët e vrarë? Po, sigurisht ne kemi librin e përshtypjeve, e la një tekst shkurt duke shkruar se kjo që ka ndodhur nuk duhet të ndodhë kur e kështu me radhë. Ishte një porosi e shkurtër. Qartë. Zoti Blakaj, është edhe një vendim tjetër i fundit të cilin natyrisht do ta diskutojmë vetëm pas pak, por ju përcjellni prej dekadash tashmë të gjitha gjykimet dhe për krimet e luftës jo vetëm brenda, por edhe jashtë Republikës së Kosovës, edhe kemi vendime nga prokuroria e specializuar në fakt nga gjykata që pranon shumë dokumente, libra nga autorë shqiptar, të cilët janë dëshmuar se kanë egzageruar për ngjarjet mbi luftën e fundit, do të thotë i kanë pranuar pavarësisht fakteve, në anën tjetër kanë pranuar edhe shumë dokumente nga Serbia pa i verifikuar ato, siç kanë bërë me shumë prova tjera të cilat kanë kërkuar që ndodhe kundërta avokatët të mbrojtës së katërshës së UÇK-s, në këtë rast ka edhe dokumente nga MUP-i serb të cilat vetë se janë marrë pa u verifikuar si duhet. Si e konsideroni këtë pabarazit të armëve, sepse kështu e quan edhe mbrojtja e katërshës së UÇK-s? Në rend të parë,
është logjike që një prokurori e cila mund të mos ketë provat mjaftueshme në një proces gjyqësor, atëherë tenton që të merr prova rrethanore, duke përfshirë edhe librat, edhe publikimet e ndryshme. Në fakt ishte për keqardhje edhe për shumë autorë të cilët i kishin shkruar ato libra, të cilët pastaj i mohuan disa nga ato gjetjet që i kanë në librat e veta. Ndërsa sa i përket marrjes së provave, respektivisht marrjes së dokumentacioneve të ndryshme që kanë burim institucionet e Serbisë, sigurisht të MUP-it dhe ushtrisë serbe, normalisht ato janë të lejuara, këtë ka bërë edhe Tribunali Penal Ndërkombëtar për Jugosllavi, mirë pa ato sigurisht që duhet të verifikohen secila. Pra, nuk është problemi se nga vinë ato prova, respektivisht ato dokumente, por është më rëndësi që të verifikohen a janë të sakta apo të fabrikuara. Si që dim, gjatë viteve 1998-1999, me qenë se pjesëtartë dhe duke përfshirë edhe zyrtarë të lartë, bësa edhe zyrtarë të lartë politikë serb kishin ndërmarrë një kampanjë krimësh të tmerrshme në Kosovë, ajo është dëshmuar në proceset gjyqësore ndaj serbëve në Tribunalin Penal Ndërkombëtar për Jugosllavi, është e besueshme që edhe dokumentacionet që i kanë hartuar të jenë të themi të fabrikuara, të mos janë të bazuara në provat në terren apo në gjetjet. Por ato po përdoren edhe në gjykata speciale. Mendoj që kjo duhet në mënyrë të vendosur që të atakohen nga mbrojtja, sepse edhe mendoj që kanë mundësi të krahasojnë me prova tjera, me gjetjet, mund të bëjnë edhe hulumtime tjera, mënyrë që të kundërshtohen provat të cilat në fakt mund të jenë të fabrikuara. Dhe në anën tjetër edhe pse janë atakuar nga mbrojtja, me qenë se e thatë këtë krejt në fund, ato janë pranuar nga paneli gjykues. Sa e drejtë është kjo? Në fakt, mendoj që janë fjalë përfundimtare ku ai është momenti i duhur gjithashtu që mbrojtja ti kontestoj gjitha këto provat cilat nuk provat. Dokumentet cilat janë administruar si prova, mirë po cilat mund të jenë fabrikuara dhe mund të jenë të pasakta. Pra, pa marrë parasysh që ato janë kontestuar edhe në këtë fazë, mendoj që është edhe një shansë e cila duhet të shfrytzuar nga mbrojtja në mënyrë që të arrijnë barazinë e arme dhe në fakt që të gjendet e vërteta, sepse në fund ditës gjitha palët janë aty për të gjetur të vërtetur, edhe prokuria edhe mbrojtja. Nëse nuk e një pyetje tjetër, e kam edhe një të fundit, apo... Po, fundit. Atëherë është përmendur disa herë zoti Bllakaj deri tash edhe prej ekipeve mbrojtëse bazuar në gjitha shkresat e prokurorisë, dënime me burgim të përjetshëm nga ana e kryeprokurorës Kimberly West për 4-shën e UÇK-s, madje kërkon që të rëndohet dënimi për thaqjen, veseljen dhe për Recep Selimin, nëse ata dënuar natyrisht për shkak të pengimit të drejtësisë e zbulimit të dhënave të dëshmitarëve. Gjithnjë po flitet për dënim, madje po flitet edhe për dënimin kapital. Ka shkon ky gjykim edhe apo paralajmëron diçka prokuroria me gjithë këto herë që po e përmend dënimin dhe burgimin e përjetshëm? Mendoj që politika ndëshkimore e dhomave të specializuara të Kosovës është bazohet në rregulloren e tyre më shumë se sa në ligjet e Kosovës dhe mund presin gjithçka. Kjo është dëshmuar edhe në rastin ndaj të akuzuarit Salih Mustafa. Mirë po më rëndësi në fakt, sigurisht për të akuzumit është shumë rëndësishme edhe eventualisht nëse vjet të një dënim edhe lartësia e dënimit, po në opinionin publik mendoj që është shumë rëndësishme çështja a dëshmohet fajësia apo jo. Kjo është më e rëndësishme. Sigurisht pastaj do të vijë edhe te momenti i vendosjes së masës, pra respektivisht të dënimit. Mendoj personalisht që nuk do ketë burgim të përjetshëm, po megjithatë edhe dënimet tjera janë shumë të larta nëse bazohemi edhe në rastin e
Salim Mustafës. Ndoshta prap po kthejnë atë ajo në raste ku prokuria edhe nuk ka shumë prova për të dëshmuar fajsin, atëherë përdor edhe këso mjetësh që të paraprakisht lansoj idenë se mund të ketë dënime kapitale kështu. Ishte kënaqësi zotri Bllakaj. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Edhe në minutat e fundit, Rina, do të flasim për dëshmitarin e famshëm, e misterios, e kemi prek shpesh herë në kronikën e Hagës,